Përshëndetje miqtë mi të dashur. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Do të lexojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve për ditën e sotme. Energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme. Është kjo. Jeni pak i stresuar, me mendime negative dhe me net pa gjumë. Por thot, mbretëresha e shpatave është një person i fuqishëm, i cili është falenderues për fuqinë që ka dhe për qiellin e tij të pastër, duke hequr ret që i çon në tokën magnet. Një lajm nga ky ushtari me kan vjen drejt jush, shumë shpejt. Ky është një lajm i mirë, sepse është i befasishëm dhe në mënyrë të papritur. Nga ky pëllum i bardhë, në këtë kupën tuaj të argjënt, vjen ky lajm që do të transformojë jetën tuaj. Kemi dhe letrën e drejtësisë. Ky gjykatësi jep një vendim të drejtë për sa i përket një çështje që ju keni, çështje në punë, në drejtësi, sepse shpata tregon që ju jeni një person i vendosur për të marrë këtë përgjigje nga kjo letër e drejtësisë. Okay? Diskutohet veti tretë, treshi i monedave, për këtë lajm nga drejtësia. Dhe ju e merrni këtë lajm dhe është lajm i mirë. Shpata e kupave tregon një jetë të ndërthurur me të mira dhe jo të mira. Pra, me kupat mbushura me lule, me kurora shumë gjyshe, por dhe me njerëz jo të mirë, thot, që kanë në fytyrën e tyre maska, pra janë njerëz jo të pastër. Do të merrni mesazhe lumturie në qiell të pastër, mesazhe të mira, mesazhe të mrekullueshme. Do të keni një takim, thot, dysh i kupave, shumë serioz, shumë romantik, që do të ndryshoj rrjedhën e jetës tuaj. Pesa e monedave tregon që jeni një person i rrethuar nga njerëz jo fort të mirë, pak të ngushtë, pak mundje vegjël, pak tingun tek pjesë e monedave. Keni gjithë botën dysh i shkopimve, por mbani një vështirësi shpirtërore, pra mbani një vuajtje shpirtërore brenda vetes për persona që keni në distancë. Gjashta e kupave tregon që ju jeni një person shumë nostalgjik. Kujtoni me nostalgji fëmijërinë tuaj, atë lidhje të ngushtë që keni pasur me një pjesëtar të familjes, dhe kjo ka bërë që ju në jetën tuaj të tanishme të krijoni marrëdhënie sentimentale, marrëdhënie miqësore, marrëdhënie shpirtërore, pra që të kenë në themel sinqeritetin. Kjo rëndësishmëri e bukurisë tregon që jeni një person shumë pozitiv. Në këto oazë të mrekullueshëm, me të dritë të universit, ju ndriçoni me aurën tuaj të mrekullueshme, fantastike. Kjo ishte energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme.